Virgjeresha. Poeti dhe aforisti i Argentinas, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, i shenjës Virgjereshës në një nga aforizmat apo konkluzionet e tij thotë: në qoftë se asgjë nuk përsëritet në të njëjtën mënyrë, atëherë çdo gjë që ndodh është e fundit. Kjo më duket e saktë, sidomos në qoftë se flasim për ty, i dashur e dashur dëgjuese e shenjës Virgjereshës. Këto ditë dhe për këtë vëbast, do të përfshihesh në një vorbull të reja që do të duhet të fillosh çdo gjë nga zero dhe ku do të duhet të bësh një eksperiencë ose një sër eksperiencash të reja që nuk i kishe provuar kur më parë. Ndërkohë, mundohu të jesh origjinal në zgjidhjen e situatave dhe mos ju refero zgjidhjeve të ngjashme që mund të kesh bërë në të shkuarën. Mos haro, çdo gjë ndodh vetëm një herë, asgjë nuk përsëritet.